Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku kanë inauguruar sot tunelin e Morrisit, vepër në fundit të rrugës së Arbrit. Në ceremoni morën pjesë qindra qytetarë, ndërsa që prej mëngjesit janë zhvilluar një sër aktivitetesh në hyrje të tunelit. Zëvendës kryeministrja Balluku shpreh se tashmë të dy tupat, ai trafiku dhe emergjencës janë plotësisht operacional. Ndryshe nga llogaraja, tuneli i Morrisit është komplet i blinduar në hekur. Është plotësisht i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Domethënë dhe ana ndërtimore dhe elektromekanike, gjithçka është funksionale, kemi bërë testet mbrëm deri natën vonë, nga ana tjetër edhe trupa e policisë rrugore e ka marrë tashmë detyrën për monitorimin. Gjithashtu këtu ndodhen të vendosura njësitë e zjarrfikseve dhe gjithçka është ashtu siç duhet. Në krahun tonë të djathtë kemi tunelin paralel që është tuneli i emergjencës. Sipas kodit rrugor, çdo tunel mbi 500 metra ka nevojë që të ketë tunel e emergjencës, ka 11 hyrje dhe dalje tuneli i emergjencës. Gjithçka është sipas parametrave. Në tunelin e emergjencës vazhdojmë me disa punime të fundit, por ndërkohë janë që të dy operacional. Nuk parashikohet që të ketë asnjë ndërprerje më të trafikut, duke qenë se siç jeni dhe ju ndjeni, e kemi mbajtur deri në detaj të fundit të mbyllur, sepse ky tunel ka pasur vështirësitë e tij, duke nisur nga gjeologjia dhe projektimi dhe gjithçka tjetër, por mund të themi që është një nga pjesët e krenarisë të infrastrukturës shqiptare padyshim. Është një vepër arti, duke qenë se tuneli është i gjithë i blinduar në hekur, përndryshe nuk do të qëndronte. Pra ne në këto momente nuk po kalojmë në një tunel të gërmuar, siç është rasti i Llogaras, por po kalojmë në një tunel i cili është i blinduar i gjithë në hekur. Ndërkohë, kryeministri Rama theksoi se për pak javë në muajin prill do të përfundojë edhe segmenti Maqellar-Peshkopi. Tani duhet bërë edhe Maqellar-Peshkopia dhe nga Tirana ke shkallët, ke strita, ke legjendarja strita Demi. Maqellar-Peshkopi mbaron në prill. Po do mbaroj prill. Me hapjen e tunelit të Morrisit, rruga nga Tirana në Dipër do të përshkohet për maksimumi 2 orë. Tuneli ka një gjatësi prej 3.78 kilometrash.